Për ty, oj motra jon, e cila ke haruar Allahun Azza wa Jall. Për ty, e cila të mashtrojnë bukuritë dhe zbukurimet e kësaj dunjaje. Vall, a ka menduar ndonjëherë se do të kthehesh te Allahu Azza wa Jall e vetmuar? Andaj pse po i vonon urdhrat e Allahut Azza wa Jall? Pse nuk ja nis me u fal? Po pse nuk e vendos mbulesën? Allahu Azza wa Jall është ai i cili të ka krijuar. Dhe Allahu Azza wa Jall të ka dhënë urdhër të prerë që ti të mbulojsh trupin tënd. Allahu Jalla wa Ala thot: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Thot Allahu Azza wa Jall, keni dro dritën kur ju do të ktheheni te Allahu Azza wa Jall, dhe pastaj atë ditë çdo kujt do t'i jepet shpërblimi sipas veprave të cilat i kanë bërë dhe nuk do t'i bëhet padrejtësi askujt. Andaj për ty, oj motra jon, e cila ke haruar Allahun Azza wa Jall. Për ty, e cila të mashtrojnë bukuritë dhe zbukurimet e kësaj dunjaje. Vall, a ka menduar ndonjëherë se do të kthehesh te Allahu Azza wa Jall e vetmuar? Andaj pse po i vonon urdhrat e Allahut Azza wa Jall? Pse nuk ja nis me u fal? Po pse nuk e vendos mbulesën? Allahu Azza wa Jall është ai i cili të ka krijuar. Dhe Allahu Azza wa Jall të ka dhënë urdhër të prerë që ti të mbulojsh trupin tënd, mos të bëhesh pjesë në shthurjen e shoqërisë, mos bëhesh shkak dhe sebeb që njerëzit të binë në gjunahe. A e din, motra ime, se Allahu Azza wa Jall, ai i cili bëhet shkak për një vepër të keqe, deri pastaj të gjithë ata të cilët do ta veprojnë këtë vepër pas teje, apo të gjithë ata të cilët do ta shohin fotografin tënde, të cilën ti e vendos në Facebook apo në rrjetet sociale, në Instagram e TikTok e nuk e di unë ku ta di unë çfarë rrjete tjera sociale, e ti del në një gjendje që e hidhron Allahun Azza wa Jall pra pa mbulesë, e pastaj e shminkuar, e drejtuar. Vall, a nuk e dro Allahun Azza wa Jall? Përpara gjeneratave të arta, kur ju thuaj ke frikë Allahun Azza wa Jall, atyre u binte të fikt, pra e hupshin vetdijen. E ti motra ime dhe vllau im, pse nuk friksoheni prej Allahut Azza wa Jall? A mendoni një ditë se do të takohesh me Allahun Azza wa Jall dhe do të bisedojsh direkt ti me Allahun Azza wa Jall, pa pas nevojë që dikush të jetë përkthys në mesin e juaj? Po kur të marrë Zoti Jalla wa Ala dhe të pyesë, oj robresha ime, pa nuk patë turp, a nuk patë turp prej meje që të dalish në atë gjendje në rrugë, pra pa mbulesë? Po nuk ja vlen që ta humbim xhenetin për një kënaqësi të kësaj dunjaje. Po ti një ditë tash Allahu Azza wa Jall ta ka fal atë trup dhe atë bukuri, po një ditë prej ditëve do të plakesh. Një ditë prej ditëve do të vdesish. Një ditë prej ditëve do të ballafaqohesh me melekun e vdekjes. E një ditë prej ditëve do të futesh në varr e vetme dhe atje do të pyetesh se kush është Zoti jot, kush është feja jote, kush ishte pejgamberi jot. E atje pastaj do të merresh, pastaj në ditën e gjykimit do të merresh në llogari për hijabin tënd, për mbulesën tënde, për namazin tënd, për agjerimin tënd, për shkuarjen në haxh, për obligimet të cilat Allahu Azza wa Jall na i ka bërë, për shkak se esenca e krijimit të njeriut është adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Andaj keni kujdes, motra dhe vëllezër, zbatoni urdhat e Allahut Azza wa Jall, e sidomos votrat të cilët ende nuk e kanë vendosur mbulesën. Le të keni kujdes, tash muaji i Ramazanit po afron, një shans drejt Allahut Azza wa Jall. Prandaj thonte Ibnul Jauzi, tallahi law qila li ahli al-quburi latamannaw yawman min Ramadan. Wallahi, sikur t'ju thuash, të thot banorëve të varrezave, a dëshironi diçka? A keni dëshirë për diçka? Do ta dëshironin vetëm një ditë në muajin e Ramazanit, duke ja ditë vlerën këtij muaji. Andaj mos e prit këtë muaj me gjunahe. Ajo që se ka vendosur mbulesën, le ta vendosë mbulesën. Ajo tjetra e cila nuk ka nis ende të fal namaz, le të fal namaz. Kjo nuk është vetëm për gjinin
femërore, po edhe për gjinin mashkullore. E gjinia mashkullore, ai i cili ende pin duhan, ai i cili ende pin alkool, ai i cili ende e mashtron shejtani pas gjunave, tash janë këto muajt e shenjtë ku besimtari e ka shansën e madhe që të pendohet Allahu Azza wa Jall dhe ta nisë rrugtimin e tij drejt Zotit. E drejt Zotit vëllezër shkohet me zemra dhe me vepra të mira. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu nuk sheh në fizionomit e juaja se si u ka krijuar. Allahu nuk i sheh thaftyrat e juaja. Allahu nuk i sheh trupat e juaja. Por Allahu Azza wa Jall çka sheh? Sheh zemrat e juaja dhe i sheh veprat e juaja. Andaj bëni vepra të mira në këtë muaj. Drejtohuni drejt Zotit me pendim dhe falje dhe mos harroni se atë çka ka kaluar, nëse pendohesh, Zoti ta shlyjen dhe ta fal. Bëni kujdes dhe mos i harroni këtë porosi, sepse ne si xhallar, kjo është misioni jon që tua përcjellim mesazhet e Zotit juve, duke lutur Allahun Azza wa Jall që ne të jemi mos pari për atyre të cilët i praktikojmë këto te vetët dhe familjet tona, e pastaj edhe në shoqëri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.